Sot në mbar botën shënohet Dita Ndërkombëtare e Romëve, duke sjellë në vëmendje historinë, traditat dhe kulturën e Romëve. Kjo ditë synon gjithashtu të rrisë ndërgjegjësim mbi sfidat me të cilat përballet komuniteti rom në të gjithë botën. Me këtë rast, komuna e Kërçovës, në shenjë respekti për romët, si çdo vit ka ngritur para objektit komunal flamurin e tyre. Megjithatë, aktivisti për të drejtat e romëve nga Kërçova, Mohamet Alioski, ka shprehur pakënaqësinë e tij lidhur me nivelin e ulët të përfshirjes së romëve në pushtetin qendror dhe lokal. E to je bilo prašenje za žal. Znači za problem žal je što osobeno u Okićevu. Mi imamo dvajica, od koji je i sin od jedan drugi, ta državna ustanica është për të ardhur keq niveli i përfaqësimit të komunitetit tonë në institucione, sidomos në Kërçovë. Për momentin janë vetëm 2 në institucione shtetërore. Megjithatë, në një komunë të mos ketë asnjë rom, komuna është shtëpi e të gjithë qytetarëve. Në funksione vendimarrëse nuk ka asnjë rom, përveç në ndërmarrjen publike komunale, ku ka një numër më të lartë të punësuarve nga komuniteti rom, ndërsa në komunë fatkeqësisht nuk ka asnjë. Kryetari i pranoi në punë 2 veta, zgjati diku 2 apo 3 muaj dhe nga mospasja punë ju thanë shkoni se do t'ju thirrim kur të duhet, por deri më tani nuk i kanë thirrë. Si është e mundur për të tjerët të ketë punë vetëm për ata 2 jo? U shpreh Muhamet Alioski, aktivist për të drejtat e romëve në Kërçovë. Znači, vosite ti vravoteni samo za našite nemaše rabota, za site drugit imaše rabota. Ndryshe, kjo ditë është deklaruar zyrtarisht në vitin 1990 në Poloni, gjatë kongresit të 4 të Unionit Ndërkombëtar Rom, në nderim të takimit të parë ndërkombëtar të përfaqësuesve rom, i mbajtur në prill të vitit 1971.